Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Përshëndetje miq. Sot jam 21 vjeç, por për të kuptuar se si erdhën gjërat deri këtu, me duhet të kthehem 10 vite pas. Në atë kohë, unë isha vetëm 11 vjeç. Nëna ime dhe unë i mblodhem ato pak rroba që kishim, e mbyllëm derën në shtëpi së vjetër në fshat, e erdhem në qytet për të nisur një jetë të re. Morëm një shtëpi me qira dhe kushtet tona ekonomike ishin shumë të vështira, aq sa kishte ditë që nëna ime llogariste edhe qindarkat e fundit për të bler bukën. Ajo kishte shumë të vështirë të gjente punë në fillim, derisa një ditë u pranua si pastruese në një qendër të madhe tregtare. Puna e saj ishte e rëndë, e për shkak se ishte nga fshati dhe ishte e punësuar si pastruese, pronarët e dyqaneve në atë qendër tregtare nuk silleshin as pak mirë me të. Nënën e nënçmonin, nuk i flisnin kur kalonte dhe e shihnin gjithmonë me një lloj përbuzjeje. Ajo nuk kishte asnjë shoqe dhe kthehej çdo ditë në shtëpi me lot në sy nga mënyra se si e trajtonin. Por në mes të gjithë atyre njerëzve, ishte vetëm një grua që bëri ndryshimin. Ajo ishte një shitse në një dyqan aty brenda qendrës tregtare, edhe ajo e pa se si e trajtoni nënën time dhe filloi t'i fliste. I jepte kurajo dhe sillej shumë mirë me të. Me kalimin e kohës, sa herë që nëna ime kishte pushimin e drekës, ajo shitesja e thëriste e dilnin të hanin bashk. Nga që e dinte që ne nuk kishim para, ajo gruaja e paguante gjithmonë ushqimin e nënës ime. Ky gjest vazhdoi për muaj me radhë, derisa ato të dyja u bën si motra. U lidhen aq shumë me njëra tjetrën, sa që filluam të bënim edhe vizita tek njëri tjetri. Ajo gruaja kishte vetëm një vajzë. Vajza e saj atëherë ishte 18 vjeçe, pra 7 vjet më e madhe se unë. Për shkak të afrimitetit të madh që kishin nënat tona, unë fillova ta thërrisja atë vajzën te zake, sikur ta kisha vërtet vajzën e tezës. Ne u rritëm me njëri tjetrin, vitet kaluan shpejt dhe unë nuk isha më ai fëmia 11 vjeç. Tashmë që unë u bëra 21 vjeç, gjërat kanë ndryshuar shumë, sidomos brenda meje. Ajo tashmë ishte 28 vjeçe, një vajzë e plot, e pavarur dhe jashtëzakonisht e bukur. Unë kisha kohë që e shihja ndryshe, nuk e shihja më si atë zakën që me jepte këshilla kur isha më i ri, por e shihja si vajzën që doja ta kisha në krah. Një ditë, pasi e kisha mbajtur këtë gjë të fshehur për muaj të tërë, vendosa t'ja thoja hapur. Ja shpreha pëlqimin tim. I thash se e kisha menduar gjatë dhe se ndjenjat e mia për të nuk ishin më miqësore, por pak më shumë. Përgjigja saj ishte refuzim i plot. Me tha se kjo gjë nuk kishte kuptim. Me tha që kishim shumë vite diferencë në moshë. Siç duket për të, unë isha ende ai djali i vogël që ajo kishte parë të rritej. Unë të dua, i thash asaj një ditë, pa ulër fare kokën. Nuk është ndërsjellët, mu përgjigja ajo. Ti me do,
por unë nuk të dua në atë mënyrë. Unë nuk kam asnjë ndjenjë për ty në atë drejtim, dhe mosha jonë e bën të pamundur që të kem diçka në të ardhmen, më tha ajo. Por unë nuk u tërhoqa, edhe pse më refuzoi, unë vendosa të bëja çmos për të. Nuk doja ta bezdisja, por doja t'i tregoja me vepra se unë e kisha me të vërtet dhe se mund të mbështetej tek unë për çdo gjë. Ne vazhdonim të flisnim në telefon si gjithmonë. E ndërsa një natë, ishte ora 1 mesnatës dhe ne po bënim një bisedë krejt e zakonshme për gjërat e përditshme. E në mes të bisedës ajo tha: "Sa më hahet një çokoladë tani." Ishte thjesht një fjalë goje, asgjë më shumë. Unë nuk i thash asgjë. E mbylla telefonin duke i thënë natën e mirë, por unë u vesha shpejt, mora makinën dhe dola në qytet. Gjeta një market të hapur që punonte 24 orë. I bleva çokoladën që e dija që i pëlqente dhe shkova direkt tek shtëpia e saj. I rash ziles, ajo doli te dera krejtësisht e habitur. Ja dhash çokoladën, e përqafova, i thash natën e mirë dhe ika, pa i kërkuar asgjë në këmbim. Këto lloj gjestesh vazhduan për javë të tëra. Kur kishte nevojë për diçka, unë gjithmonë isha aty. Kur diçka i prishej në shtëpi, unë shkoja ta rregulloja. Pak nga pak e kuptova që edhe sjellja e saj po ndryshonte. Ajo nuk po me fliste me atë zërin e fortë sikur më përpara. E ndërsa një ditë, gjatë një bisede të radhës, ajo më tha ndërsa mua më habiti: "Do vi të ri një ditë tek ti," më tha ajo. Me erdhi e papritur, por nuk e dhash veten. Mirë, i thash, kur të duash, por eja paradite. E lash paradite sepse e dija që nëna ime ishte në punë atë orar dhe nuk doja që ajo të ndihej në siklet. Kaluan disa ditë dhe erdhi një mëngjes i qetë. Nëna ime kishte ikur në punë që heret si çdo ditë, e ndërsa unë isha ende në gjomë. Papritur dëgjova zilën e derës. Unë ngrita i përgjumur, visha një blu sipër dhe shkova të hapja derën, pasi nuk e dija kush ishte. Kur e hapa derën, e pash atë. Kishte ardhur surprizë. Në duar mbante 2 kuti me pica dhe disa lëngje frutash. U habita nga ajo vizite pa paralajmëruar. E ajo hyri brenda e i la kutit mbi tavolinë aty në sallon. I thash shtrohet i tavolinën, sepse unë po shkoj të laj dhëmbet e të bëj një dush të shpejt. E ajo me pohoj me kokë, i këtha. Unë u futa në banjo, u lava shpejt dhe u vesha, e kur dola në sallon, ajo kishte hapur kutit e picave dhe kishte mbushur gotat me lëng, e ula për ballsaj. Filluam të hanim dhe në fillim biseda ishte shumë e thjeshtë. Flisnim për disa gjëra që kishim lënë në gjysmë që më përpara. Por prap, tema ra tek pëlqimi im për te, e aty atmosfera ndryshoi. Nuk e mbajta dot me veten dhe e pyeta drejt për drejt nëse ato gjestet e mia e kishin bërë të ndryshonte mendje. Si që ishe duke kafshuar copën e picës, e hoqi dhe e la në pjatë. E zëri i saj filloi t'i dridhej. Me lër të mendohem pak më shumë për këtë gjë, më tha ajo. E ndërsa unë aty e kuptova se kjo ishte pika ku duhet të vendosja kufirin. Nëse mendohesh me gjatë, unë nuk kam se çfarë pres më, i thash asaj.
o sot o kur, ndërsa ajo vetëm e dëgjonte. Qëndronte ulur aty në karrikë, qëndronte e mendueshme, pa thënë asnjë fjalë. E në atë moment e kuptova që fjalët nuk kishin me asnjë vlerë. Dhe unë ngrita nga vendi im. Jo ofrova plotësisht karrigës së saj. U përkula pak, e kapa me të dyja duart dhe e ngrita hopa. E mbaja ashtu në krahët e mi, ndërsa ajo po dridhen nga emocionet. Ndërsa e mbaja të ngritur nga toka, jo ofrova fytyrës së saj dhe i dhash puthjen e parë në buzë. E ajo nuk bëri asnjë rezistencë, vetëm mbylli syt. Pasi e putha, eca disa hapa drejt divanit që ishte aty pranë, duke e mbajtur ende në krah. Në duart e mia, po mbaja atë dhe ula me kujdes. U ula edhe unë pranë saj, ndërsa tani ajo me pa duke buzëqeshur lehtë, dhe këtë herë e mori vetë situatën e dorë, filloi të më puthte ajo e para. Ishin puthje që i kisha imagjinuar që shumë kohë. E kur u shkëputën për një moment, unë e pash dhe i thash: "Te dua sa nuk kam dashur kur askënd." "Edhe unë ty", më tha ajo. E pas atyre fjalëve, u kthyem sërish tek njëri tjetri. E vazhduam të putheshim përsëri. Kur ajo filloi të më puthte tek fyti im, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.